Ditët po afrojnë dhe gjithmonë më tepër jemi duke ju afruar ndeshjes së 7 qershorit, asaj ndeshje ku zemrat e shqiptarëve do të fillojnë të tensionohen dhe sytë do të jenë të drejtuar në të njëjtin vend, te takimi Shqipëri-Serbi. Në mediat serbe kanë filluar shkrimet e para në lidhje me këtë takim, por është ende vetëm nxemja përpara asaj që do të na presë në ditët në vijim. Sot, fjalën e parë në mediat serbe ka marrë sulmuesi i Dortmundit dhe i kombëtares së Gjermanisë, Karim Adeyemi. Ky i fundit ndodhet me pushime në Kosovë dhe ka pozuar përpara UÇK-s duke bërë me dorë edhe shqiponjën, jo tërësisht surprizë pasi Adeyemi është prej kohësh në një lidhje me këngëtaren e njohur shqiptare Loredana. Për shkak të kësaj lidhje, Adeyemi është familiarizuar shumë me shqiptarët dhe ka shkuar pak larg, duke dalë kështu hapur në mbrojtje të shqiptarëve në një kohë që po afrohet edhe ndeshja me Serbinë. Nëse do të ishte e mundur, Adeyemi do të ishte i gatshëm për të lënë Gjermaninë dhe për të luajtur me Shqipërinë kundër Serbisë në një ndeshje, por rregullat nuk e lejojnë. Themi se është paksa guximi i tepruar nga ky sulmues, pasi duke parë karrierën e tij dhe nivelet ku luan, padyshim kjo fotografi e publikuar prej tij do të nxjisë urrëtitjen e lojtarëve dhe trajnerëve serb, dhe kjo ka filluar teksa mediat me më të njohura në Serbi e kanë publikuar këtë foto duke shkruar skandal, lojtari i Gjermanisë shkon me gruan e tij në Kosovë dhe pozon përpara UÇK-s. Një tjetër provokacja për serbët, por që këtë herë nuk vjen nga shqiptarët, por vjen nga Karim Adeyemi, ndërkohë një ditë më parë Mario Mita i festoi titullin në Arabinë Saudite para syve të Rajkovic, duke mos u trembur as pak për të marrë me vete flamurin e Shqipërisë dhe vetem të stampuar në të duke festuar me shqiponj.